në ditar, SPAK ka përfunduar hetimet për një nga akuzat ndaj çiftit Meta Kryemadhi. Lidhemi me Armand Bajramin për më shumë informacione. Mandi, për çfarë akuze i mbylli SPAK hetimet për ish presidentin dhe ish bashkëshorten e tij zonjën Kryemadhi? Denisa prej gati 1 orë e 30 minuta, Monika Kryemadhi ndodhet në ambientet e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku ishte ftuar ditën e sotme për të dhënë shpjegime dhe për të marrë në pyetje, por ajo që kemi mësuar është që po në të seancë zonjës Kryemadhi do t'i komunikohet edhe përfundimi i hetimit, sa i takon të paktën një prej 3 akuzave për cilët ish bashkëshortët Meta Kryemadhi janë hetuar prej disa vitesh nga SPAK. Dhe është pikërisht akuza e fshehjes dhe mos deklarimit të pasurisë, pikërisht për faktin dhe për rrezikun e parashkrimit të kësaj vepre penale, kozjatjes së parashkrimit të saj. Ndërkohë që për 2 veprat e tjera penale, atë të korrupsionit dhe pastrimit të parave, hetimi do të vijojë për ish bashkëshortët Kryemadhi, ose të paktën koha e marrë nga SPAK është edhe disa muaj, e marrë kjo e miratuar nga gjykata, koha shtesë e SPAK për të vijuar hetimet e kësaj çështje. Por nga ana tjetër, theksohet dhe risjell në vëmendje se Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, por edhe 2 persona të tjerë në të njëjtën çështje penale janë hetuar nga SPAK dhe po hetohen nga SPAK për korrupsion, për pastrim të parave dhe për fshehje dhe mos deklarim pasurisë, vepra penale që të paktën nga 2 ish bashkëshortët Meta Kryemadhi dyshohen nga SPAK janë konsumuar në 6 episode, ku më të rëndësishmet janë pikërisht ndikimi i palishëm i tyre dhe marrja e rushfetit, siç pretendon SPAK në lidhjen e kontratës CES-dia, një kontratë e miratuar gjatë kohës që Ilir Meta, ish presidenti i Republikës, mbante detyrën e ministrit të ekonomisë dhe energjetikës, ku sipas SPAK në ndikimin e zotit Meta është bërë lidhja e marrëveshjes kontraktore CES-dia, një marrëveshje që kishte në thelbin e saj identifikimin dhe mbledhjen e borxheve të kompanisë CES, por e lidhur kjo kontratë mes një kompanie që nuk përmbushte kriteret ligjore, sipas strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu palishmëri e dyshuar si e kryer prej tyre është në ndikimin në një kontratë interkoneksioni për shtrimin e fibrave optike, ku përmes lidhjeve të tyre të afërta kanë ndikuar gjithmonë për palishmëri, por nga ana tjetër një nga episodet për cilat dyshohet që të kenë shkelur ligjin ish presidenti i Republikës apo bashkëshortja e tij është pikërisht një kontratë lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e vitit 2017, kontratë për llogari të Forcës Partijake Lëvizja Socialiste për Integrim, ku një shumë prej gati $460.000 të paguara nuk janë reflektuar në pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga ana e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, ashtu sikurse do duhet të deklaroheshin. Dhe njëkohësisht shkelje e ligjit nga ana e tyre pretendohet nga SPAK të jetë kryer edhe në mosdeklarimin e disa shpenzimeve shëndetësore për ndërhyrje shëndetësore jashtë vendit, të kryer në një shifër prej gati €106.000 në total. Ndërkohë, Armand, teksa ne do të presim edhe avokatin e presidentit Partisë Lirisë, zotin Kujtim Cakrani, apo jo, të ketë një komunikim, besoj? Në fakt jemi njoftuar për një komunikim nga avokati Cakrani, pasi po ditën e sotme, ashtu sikurse ishte ftuar të merrë një pyetje dhe të jepte shpjegime dhe sikurse është duke dhënë zonja Kryemadhi edhe për ish presidenti i Republikës Ilir Meta në qelit e burgut 313, ku ai qëndron në një masë sigurie arrest në burg prej tetorit të vitit të shkuar, i është dërguar po ashtu një fletëthirrje pikërisht për dhënien e shpjegimeve, marrjen në pyetje në orën 14:00 dhe do presim komunikimin e zotit Cakrani, qoftë i takon gatishmërisë së ish presidentit apo çfarë komenti tjetër ai ka lidhje me situatën. Dhe dua të ndalem tek një tjetër zhvillim, nuk e di se sa informacione do kesh siguruar përgjatë këtyre minutave apo çfarë do të mund të zbulohet në orët në vazhdim, por BKH ka kryer kontrolle në Elbasan rrjedhë me zgjedhjet e 11 majit. Për çfarë bëhet fjalë? Për ndonjë denoncim nga Partia Demokratike dhe që ka vënë në lëvizje agent të BKH-s apo çfarë?
Po Denisa, në fakt, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar disa kontrolle në disa banesa në qytetin e Elbasanit. Kjo urdhër kontrolle të miratuara nga ana e gjykatës posaçme, pikërisht sa i takon dyshimeve të ngritura në SPAK për krime zgjedhore dhe hetime, veprime hetimore të kryera për llogari të krimeve zgjedhore të denoncuara të procesit zgjedhor të 11 majit, gjithmonë veprime hetimore për llogari të kallëzimeve penale që janë të regjistruara në SPAK dhe rikujtoj që janë të paktën 39 çështje penale të kallëzuar, të regjistruara në SPAK dhe që po hetohen, që kanë në thelbin e tyre pikërisht krimet zgjedhore. Por nga ana tjetër, në të njëjtin komunikim dua të shtoj dhe faktin që në kontrollet të mëhershme të ndodhura në qytetin e Elbasanit dhe në qarkun e Elbasan, kemi informacion për një shumë të sekuestruar, pakun një shumë parash kesh të gjetura në banesën e një biznesmeni, që një biznesmen që sipas burimeve jo zyrtare është paktën lidhje familjare e një prej deputetëve të Partisë Socialiste, deputetëve aktual të legislaturës aktuale në Kuvend. Por gjithsesi, hetimi i mëvonshëm i SPAK përfshi qoftë veprimet i pra janë dy veprime të ndara këto që unë përmenda, kontrolli disa ditëve më parë kur sekuestruar dhe kjo shumë parash i mbetet hetimit në vijim për provuar nëse shumë e parave ka lidhje me krime zgjedhore apo me tjetër palishmëri, dhe po ashtu sekuestrimi i aparatëve telefonik gjatë ditës sotme, që kujtoj që kanë qenë të shpeshta gjatë ditëve të fundit, jo vetëm në qarkun e Elbasanit, por edhe në zonat tjera të vendit, veprime intensive hetimore të agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit që kanë konsistuar kryesisht në bllokimin e aparatëve telefonik celular dhe më pas shqyrja e këtyre telefonëve, komunikimet apo çfarë provash do të munden agentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe prokurorët e SPAK të nxjerrin nga këto, harmonizimi me prova tjera, gjithmonë për të identifikuar nëse ka vend apo jo për provuar apo identifikuar krime zgjedhore të dyshuara nga SPAK. Dakor, do të mësohen të tjera detaje me kalimin e orëve nga ky operacion. Falenderoj Armand, në momentin që zoti Cakrani do të ketë për të komunikuar diçka me gazetarët për hetimet për çiftin Meta Kremati, konkretisht për presidentin e Partisë së Lirisë zotin Meta, do të rilidhemi përsëri. Faleminderit për raportimin.